Mëngjesi dhe mirë se vini në emisionin e përditshëm Zgjohuni me ne. Data sot shënon 17 janar dhe ne si çdo ditë do të kthehemi pas në histori për të vijuar me ngjarjet më të rëndësishme. Do të vijojmë me ngjarje që lanë gjurmë dhe do të kthehemi pas në vitin 1377, ku Papa Gregori IX bëri një lëvizje që ndryshoi historinë e Kishës Katolike. Pas 70 vjetësh në Avignon të Francës, ai riktheu stelin papale në Rom, duke I dhënë fund të ashtuquajturës Papnia e Avignonit. Kjo kthesë shënon një epokë të re për Vatikanin dhe Krishterimin. Në vitin 1608, qyteti Quebec u shpall kryeqyteti I kolonisë franceze të Amerikës së Veriut. Ky moment hodhi themelet për një nga kulturat më unike në botë, duke ndërthurur traditat europiane me ato të botës së re. Lufta e dytë botërore mori një kthesë dramatike më 17 janar të vitit 1945, ku ushtria e kuqe sovjetike çliroi Varshavën nga pushtimi nazist. Ky ishte një hap I madh drejt rrëzimit të Gjermanisë naziste. Në vitin 1991 filloi operacioni Stuhia e Shkretëtirës me një sulm ajror të fuqishëm të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër Irakut, duke shënuar fillimin e luftës së gjirit dhe një epokë të re të konflikteve ndërkombëtare. Në vitin 2007, Banka Qendrore e Kinës u bë banka më e pasur në botë, duke I tejkaluar Japoninë për rezervat valutore. Ky moment reflektoi rritjen e jashtëzakonshme ekonomike të Kinës dhe ndikimin e saj në skenën botërore. Tani do të vijmë të flasim për lindjet që ndriçuan botën. Në vitin 1706, Benjamin Franklin, njeriu I ideve dhe shpikjeve, nga fluturimi I tij me balona deri tek zbulimet për elektricitetin, Franklin ishte një mendimtar që I dha formë Amerikës moderne. Në vitin 1860 lindi Anton Chekhov, mjeshtri I tregimeve të shkurtra dhe dramaturgu që na dha kryevepra si Vëllai I Madh dhe Tre Motrat, duke zbuluar natyrën njerëzore me një thjeshtësi gjeniale. Në vitin 1899 në Chicago erdhi në jetë Al Capone, gangsteri më I famshëm amerikan. Ai do të mbetej një simbol I epokës së ndalimit dhe një legjendë e botës së nëndhenshme. Në vitin 1942 bota mirëpriti Muhammad Ali, bokserin që tronditi botën jo vetëm me grushtet e tij, por edhe me zërin e tij të fuqishëm për të drejtat civile. Në vitin 1964 lindi Michelle Obama, avokatja dhe autoria e cila frymëzoi miliona si zonja e parë e Shteteve të Bashkuara dhe një figurë e fuqishme e fuqizimit të grave. Por si çdo datë dhe kjo datë solli vdekje që sollën trishtim. Në vitin 395 vdiq perandori Teodosi I parë, I cili bashkoi për herë të fundit perandorinë romake, duke e përgatitur për ndarjen që do të vinte pas vdekjes së tij. Në vitin 1468, kombi shqiptar u trondit nga vdekja e Skënderbeut, heroi kombëtar I Shqipërisë, qëndroi si një mbrojtës I pavarësisë dhe një simbol I rezistencës ndaj perandorisë osmane. Në vitin 1893 u shua Rutherford Hayes, presidenti I 19 Shteteve të Bashkuara, I njohur për përpjekjet e tij për të bashkuar kombin pas luftës civile. Në vitin 1961, në një akt të trishtueshëm, lideri I Kongos, Patrice Lumumba, u vra. Ai mbetet një simbol I luftës për liri dhe pavarësi në Afrikë. Në vitin 1984 ndërroi jetë Ray Kroc, njeriu që e shndroi McDonald'sin në zinxhirin e ushqimit të shpejtë më të famshëm në botë, duke zhvilluar mënyrën se si han njerëzit. Tani u ftoj të ndiqni rubrikën Edhe shëndeti. Kikurikët janë një ushqim I shpejtë që jo vetëm ju ndihmojnë të kaloni kohën, por edhe të ofrojnë shumë ushqyes të shëndetshëm. Ato janë të pasur me vitamina dhe minerale, të pasur me vitaminë B5. Vitamina B5 bën një punë të mrekullueshme në mbrojtjen e funksioneve të zemrës. Ajo rregullon nivelin e kolesterolit dhe mban në kontroll tensionin e gjakut. Vitamina B5 sintetizon shumë përbërës organik të rëndësishëm për trupin e njeriut. Ajo është e rëndësishme për formimin e yndyrnave, proteinave, karbohidrateve, aminoacideve dhe antibiotikëve. Kjo vitamin stimulon gjithashtu hormonet e veshkave. Kikirikët janë të pasur me kalcium që ndihmojnë për forcimin e kockave dhe hekur që ndihmon kundër anemisë. Vetëdijat shëndetësore të kikirikëve. Kikirikët përmbajnë sasi të madhe proteinash. Ato janë një burim I mirë I koenzimës Q10,
e cila mbron zemrën gjatë periudhës së mungesës së oksigjenit. Përmbajtja e lartë e kikirikëve me mjatsin ndihmon në shërimin e qelizave të dëmtuara të sëmundjes Alzheimer dhe problemeve të moshës. Kikirikët përmbajnë vitamin E, një antioksidant i fuqishëm që ka treguar se redukton ndjeshëm rrezikun e kancerit dhe sëmundjeve kardiovaskulare. Kikirikët përmbajnë hekur, element helpsor për funksionimin e duhur të qelizave të kuqe të gjakut. Ato janë të pasura me kalcium, që ndihmojnë për forcimin e kockave. Studimet tregojnë se duke shtuar qoftë shumë pak kikirik në dietën tuaj, mund të zvogëloni kolesterolin e keq me 14%. Kikirikët përmbajnë fibra që ndihmojnë për të ulur rrezikun e kancerit të zorrës së trash. Studimet kanë treguar se konsumimi i kikirikut për mëngjes ndihmon të balancojë nivelin e sheqerit në gjak gjatë ditës, edhe pas konsumimit të një dreke të pasur në karbohidrate. Nxit fuqinë e memorjes. Kikiriku është ushqim i trurit. Studimet të ndryshme kanë treguar se vitamina B3 e gjendur te kikiriku ofron shumë përfitime shëndetësore, përfshirë këtu dhe funksionimin më të mirë të trurit dhe nxit fuqizimin e memorjes. Yndyrna të shëndetshme. Kikirikët janë të pasura me lëndë ushqyese dhe yndyrna të shëndetshme, të cilat ndikojnë pozitivisht në organizmin tonë. Ato përmbajnë vitamin E, A, B3, B6, minerale si hekur, kalium, kalcium, magnez, jod, si dhe përmbajnë dhe 35% triptofan. Për biografinë e sotme kemi zgjuar të flasim për Benjamin Franklin. Ai ishte një nga figurat më të rëndësishme dhe shumë dimensionale të shekullit 18, një burr shteti, shkencëtar, shpikës, botues, shkrimtar dhe filozof. Ai luajti një rol kyç në formimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe është konsideruar si një nga etërit themelues të vendit. Franklin lindi më 17 janar 1706 në Boston, një familje të madhe prej 17 fëmijësh. Baba i tij ishte një prodhues qirinj, ndërsa nëna e tij vinte nga një familje puritane. Për shkak të kushteve ekonomike, Benjamin ndoqi shkollën vetëm deri në moshën 10 vjeçare dhe më pas filloi të ndihmonte në biznesin familjar. Në moshën 12 vjeçare ai filloi të mësonte artin e shtypshkronjës, duke punuar si nxënës tek vëllai i tij James Franklin, një botues gazete. Këtu zhvilloi aftësitë e tij si shkrimtar dhe gazetar, duke botuar shkrime në pseudonime si Silence Dogood. Në moshën 17 vjeçare, Franklin u vendos në Filadelfia, ku themeloi një shtypshkronjë dhe filloi botimin e Pennsylvania Gazette, e cila u bë një nga gazetat më të lexuara të kohës. Në vitin 1733 ai filloi botimin e almanakut, të famshëm Poor Richard's Almanac, që përfshinte aforizma, këshilla praktike dhe humor, duke i dhënë famë bashkëkombëtare. Do të vijmë me rubrikën kuriozitete dhe do të flasim se si e ndryshuan shpikjet revolucionare të shekullit 18 mënyrën se si jetojmë sot. Shekulli 18 ishte një periudhë e mbushur me përparime shkencore dhe teknologjike që ndryshuan rrënjësisht jetën njerëzore, nga shpikjet praktike që bën jetën më të lehtë deri te idetë e reja që formësuan shoqëritë moderne. Kjo epokë hodhi themelet për botën që njohim sot. Në vitin 1752, Benjamin Franklin vërtetoi teorinë e tij se rrufeja ishte një formë e elektricitetit. Ai shpiku rrufepritësin, duke bërë goditjen nga rrufeja më pak vdekjeprurse për njerëzit dhe ndërtesat. Kjo shpikje e thjeshtë por geniale, jo vetëm që shpëtoi jetë, por hapi rrugën për të kuptuar më thellë elektricitetin, që sot është ylla kryesore e teknologjisë moderne. Në këtë periudhë shtypi u bë më i përhapur fal përmirësimeve teknologjike. Gazetat dhe librat nisën të prodhoheshin në sasi të mëdha, duke rritur shkallën e leximit dhe përhapjen e ideve. Shekulli 18 ishte gjithashtu fillimi i revolucionit industrial, ku shpikje si makineria e tjerrjes së pambukut dhe avulli Thomas Newcomen revolucionarizuan prodhimin. Kjo solli rritje të madhe në industri dhe urbanizim, duke ndryshuar strukturën e jetës shoqërore dhe atë ekonomike. Në fund të shekullit, motorët me avull nisën të përdoreshin gjerësisht në transport, anijet me avull dhe trenat zhvilluan mënyrën se si udhëtohej dhe tregtohej.
Kjo shpikje krijoi lidhje më të shpejta midis qyteteve dhe kontinenteve, duke ndikuar në globalizmin që njohim sot. Tani do të kalojmë në rubrikën Edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur për të folur e vlerave ushqyese të mashurkave. Mashurkat janë të pasura me shumë vlera ushqyese. Ato janë shumë të pasura me fije dietike. Për këtë arsye janë përdorur si një ndihmës efektiv në dieta dobësimi dhe në dietat me pak kalori. Ato janë shumë të pasura me proteina dhe fibra, metale dhe vitamina. Megjithatë, kjo është një nga arsyet pse duhen konsumuar mashurkat. Një nga vitet e para të mashurkave është se në cipen e tyre janë konstatuar përshëndrime flavonoidesh dhe flavanolesh, të cilat njihen për veti të forta antioksiduese, ndërkohë që lignanet dhe isoflavonolet e tyre njihen për veti antivirale dhe antimikotike. Lëndët që përmbahen në filizat e mashurkave mbrojnë materialin gjenetik të qelizave të lëkurës nga dëmtime si pasojë e ekspozimit në rrezet e diellit. Në lëkurën e mashurkave, që mbështetin kokrizat e tyre, gjenden 3 deri 4 herë më shumë antioksidant se sa tek bishtajoret e tjera. Mashurka në saj të pasurisë së madhe në fibra promovon lëvizjet në zor dhe për këtë arsye rekomandohet në rastet e kapsëllëkut, me kush që të mos ketë raste të inflamacionit të zorëve. Konsumimi i tyre është i dobishëm kur keni tension të lartë të gjakut, diabet apo kolesterol të lartë për shkak të efekteve të dobishme të fijeve. Në këtë mënyrë mashurka i mban nën kontroll parametrat e tyre dhe ju sjell një organizëm më të shëndetshëm ose më të përmirësuar në rastet kur ju vuani nga sëmundje të ndryshme. Një tjetër vlerë e tyre është shumë ushqyese, sepse ato përmbajnë shumë fibra dhe minerale, fosfor, silic, kalcium, nikel, bakër dhe kobalt, si dhe vitamina A, B, B9, C në sasi të mëdha. Për këtë arsye, mashurkat janë një lloj toniku natyral i përshtatshëm për ata që vuajnë nga lodhja, anemitë e ndryshme, sëmundjet e mëlçisë, pankreasit dhe veshkat. Hekuri dhe mangani. Mashurkat e verdha i bëjnë mirë shëndetit, duke përforcuar nivelet e nevojshme të manganit dhe hekurit. Të dyja këto minerale kanë aftësinë të aktivizojnë enzimat përfshirë ato që janë të domosdoshme për të prodhuar energji dhe për të mbështetur metabolizmin. Hekuri luan një rol thelbësor në funksionin e qelizave të kuqit të gjakut, ndërkohë që mangani rregullon prodhimin e hormoneve dhe indeve lidhore. Vitamina C. Mashurkat e verdha janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, një antioksidant i dobishëm për shëndetin e mirë. Antioksidantët parandalojnë dëmin oksidues në qeliza dhe mbrojnë ADN-n. Mbrojtja e qelizave nga oksidimi i mban ato më të shëndetshme dhe parandalon zhvillimin e sëmundjeve të shumta. Konsumimi i vitaminës C ndihmon në shërimin e plagëve dhe forcon kockat. Tani do t'ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit për territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 17 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot të ndryshueshëm me vranësira dhe intervale kthjellimesh në shumë zona të vendit. Paraditja do të karakterizohet nga vranësira të her pas hershme në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa pasditja sjell intervale më të shpeshta me diell kryesisht në zona qendrore dhe jugore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -1 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 16 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në zonat qendrore dhe jugore, ndërsa veriu dhe lindja mbeten më të vranta. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi juglindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 17 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1.
Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 17 janar do të jetë rreth orës 6:56 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:45 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 1 deri në 6 gradë Celsius. Peshkopi, 3 deri në 7 gradë Celsius. Tiranë, 9 deri në 14 gradë Celsius. Durrës, 7 deri në 16 gradë Celsius. Kavaj, 6 deri në 15 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 13 gradë Celsius. Bera, 6 deri në 14 gradë Celsius. Korçë, -1 deri në 3 gradë Celsius. Vlorë, 9 deri në 15 gradë Celsius. Gjirokastër, 6 deri në 12 gradë Celsius. Sarandë, 7 deri në 15 gradë Celsius. Tani u ftet të ndiqni parashikimin e motit për territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 17 janar 2026 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por relativisht të qëndrueshme, duke sjellë mot pjesërisht të vranët në të gjithë territori. Paraditja do të jetë me vranësira dhe temperatura të ulëta, ndërsa pasditja vijon pa ndryshime të dukshme të kushteve atmosferike. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 17 janar 2026 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 17 janar do të jetë rreth orës 6:55 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:36 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -2 deri në 5 gradë Celsius. Podujev, -4 deri në 3 gradë Celsius. Skënderaj, -1 deri në 5 gradë Celsius. Pej, 0 deri në 5 gradë Celsius. Prishtinë, -2 deri në 5 gradë Celsius. Gjakov, 0 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, 0 deri në 6 gradë Celsius. Gjilan, -1 deri në 5 gradë Celsius. Ferizaj, 0 deri në 5 gradë Celsius. Kaçanik, 1 deri në 4 gradë Celsius. Suhare, 0 deri në 6 gradë Celsius. Prizren, 0 deri në 5 gradë Celsius. Të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Bashkë do të rishemi sërish nesër në po të njëjtën orë. Deri atëherë, mirupafshim.